Good morning, General. Please be... Pozitën më nuk e ka, por Wesley Clark gjithjetën do të njihet si i tillë general. Amerikani, ish komandant suprem i NATO-s, ka nisur dëshmi në dhomat e specializuara për Kosovën në procesin gjyqësor ndaj ish-krerëve të UÇK-s në Hag. Tek ka folur për takimin me Hashim Thaqin, ai tha se nuk kishte pasur pozitën e komandantit ushtarak gjatë luftës. Ky paragraf mbulon... U takova me zotin Thaqi një herë. Të dytë, përpara se të filloj fushata bombarduese, ai ishte një prej personave me autoritet. Ishte më i liu, më binci, ishte personi që ishte veshur më mirë. Ishte personi që kishte flokët në mënyrën më të përshtatshme. Me që kuptova, ai kishte jetuar në Zvicër, fliste gjermanisht, nuk fliste shumë anglishte aso kohë. Unë nuk flisja shumë gjermanisht dhe ishte vështirë që të komunikonin me njëri tjetrin, por ai nuk ishte komandant ushtarak. Clark është pyetur edhe për rastet e dhunës gjatë luftës që pretendohet të jenë kryer nga UÇK-ja, por që sipas dëshmitarit kjo nuk është e qartë. Unë nuk mendoj se zoti Thaqi ka pasur kontroll mbi njerëz që kanë bërë akte të tilla. Së pari, nuk është e qartë që dhuna ishte kryer nga UÇK-ja. Edhe po të ishte kështu, ajo është realizuar nga individ të caktuar. Tutje Clark, i cili gjatë luftës në Kosovë kishte qenë komandant suprem i forcave aleate të NATO-s për Evropë, tha se UÇK-ja nuk kishte organizuar dhe se komandantët e zonave nuk kishin nënshtrimin ndaj ndonjë autoriteti të caktuar. Ai mohoi të ketë dëgjuar për shtabin e përgjithshëm të UÇK-s. Këta ishin luftëtarë të organizuar në nivel lokal, të cilët ishin mbledhur së bashku për të mbrojtur komunitetin e tyre dhe bashkësinë e tyre, dhe dikush nga jashtë po ju ndihmonte, atyre që të merrnin armë. Dikush ndoshta po ju ndihmonte që të bënin edhe stërvitje, por nuk ka qenë diçka që ka funksionuar së bashku. Përshtypja ime ishte që pasi u fut NATO-ja, aty këta persona në fakt takoheshin me njëri tjetrin, bisedonin dhe nuk ishin në nështrim ose respektim ndaj ndonjë autoriteti të caktuar. Këta njerëz ishin që thonin unë kam bërë pjesën time, kam rrezikuar jetën time dhe nuk lej ty të më thuash që të bëj këtë apo atë. Pra nuk besoj dhe nuk kam besim në këtë. Clark, i cili është dëshmitari i fundit i propozuar nga mbrojtja e Hashim Thaqit për të dëgjuar në gjykatore në Hag, tha se nuk di sakt për çka akuzohen ish-krerët e UÇK-s. Përveç të Thaqit, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi e Recep Selimi akuzohen nga zyra e prokurorit të specializuar për krime lufte e krime kundër njerëzimit.